Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Zoti Ervin Saljani. Po të thrasim Habibi në sensin e dashurisë dhe respektit që kemi për ty. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Mund si edhe suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit që je këtu. Shiko, Mateo me priste, mund të thrasim Ervin vin. Si doni ju, si ta keni. Apo dhe zoti Saljani. Shikon, nuk është herë e parë që të intervistojmë fakt ne. Po, jemi intervistuar para shumë vitesh. Ç'a bëhet? E vërtet. Rrëmuj. E vetëm e gjë e rregulluar në këto kohë, më duken ju. Çfarë komplimente? Me këto komplimente ta merr zemrën. Pak gjëra të mira kanë në qytet, kështu që keni bërë gjë të mirë. Mi shiko, nuk është gjë e keqe edhe zgjedhjet që do bëhen Partinë Demokratike, se u futa direkt. Ja, nuk janë të këqija zgjedhjet, kur ka. Sepse zgjedhjet janë mundësia për të ndryshuar, për të promovuar, për të pasur konkurrencë, por në Partinë Demokratike, me sa duket, nuk do ketë zgjedhje. Në çast lajmi i parë që doli në fakt ishte që nuk mund të kandidosh për arsye sepse nuk je më antar diçka e tillë. Është e vërtetë kjo, domethënë si fillim nuk e ke të mundur të kandidosh? Jo, domethënë teorikisht, sepse unë jo vetëm jam antar, partie, jam antar kryesie, jam domethënë deputet, heroi i Partisë Demokratike, po ta keni dëgjuar në të kaluarën për gjithë leadershipin e Partisë Demokratike, po kanë frikë nga vota. Pra, demokracia ka votën si instrument për të përballur ide, alternativa apo edhe njerëzit që përfaqësojnë. Ndërsa diktaturat kanë, ju e keni parë që shumë diktatorë për shembull i bëjnë me duar trokitje. Mbledhin kongrese. Edhe nga që duan të shmangin votën, bëjnë kush merr më shumë duar trokitje dhe pa diskutim që diktatori merr më shumë në ato raste. Kështu që është një frikë nga vota që ka Sali Berisha në këtë rast, frikë për të përballur me premtimet e pambajtura të jetë, pa diskutim edhe me konsumin, edhe me jetëgjatësinë e vet politike, është i vetmi lider në fakt jo vetëm gjithë Evropën kanë përshtypjen që mund të jetë në botë, në vendet që kanë demokraci apo gjysmë demokraci si Shqipëria, që ka këtë jetëgjatësi. Dhe rrëzimi të gjithë normave, për shembull statutet kanë partitë, kushtetutën kanë vendet, kushtetuta e partive, përcakton që nuk mund të kandidojë zoti Berisha për shkak se ka humbur zgjedhjet, ndërkohë që ai thotë që nuk duhet të kandidosh ti. Pra është kandidat, sepse ai vetë tani është kandidat, i cili thotë që nuk do kandidoj ky tjetri. Ti vetë je kandidat. Po. Nuk janë pozita vendimarrje si kandidat. Kjo është vendimare, pra nuk e zgjedh dot kundërshtaren, pra kundërshtari apo rivali apo ai që të del përballë është dikush tjetër që ka, po themi, vizion tjetër, ambicie të tjera. Ideja është që ti je një Partinë Demokratike mirë, edhe nga aspekti, si thua, i statutit, po edhe nga aspekti praktik, pra si funksionon. Dhe ti e di shumë mirë, domethënë që si organizohen zgjedhjet brenda partisë. Realisht, domethënë mendon se në rast se mund të kandidosh duke duke i ditur të gjitha këto mënyrën se si funksionon, ka mundësi reale për të fituar? Shiko, unë besoj, jo vetëm besoj, po gjithë jeta është sfidë, dhe sfidat edhe përpjekjet e avancojnë një shoqëri. Si njeriu në aspektin personal e rrisin sfidat. E kam fjalën që demokracia e brendshme nuk është një screenshot momental, por si thua ka një kohë caktuar. Absolutisht, zgjedhjet organizohen, si thua, nga supozohet, po praktikisht flas nga grupi drejtues, praktikisht kontrollon dhe antarët dhe personat të cilët votojnë janë personat që e mbështesin këtë parti dhe është një parti, jo vetëm Partia Demokratike, po edhe partitë e tjera, e orientuar drejt drejtuesit ose grupit drejtues, dhe të mendosh që është, si thua, minimalisht 30% mundësia që të krijohet garë është pak si jo aktuale si mendim një herë, si fillim. Se kjo është një temë që mund të rrim gjatë, po themi, demokratizimi i partive politike është parakusht për të pasur demokraci në gjithë shoqërinë, edhe në shtet. Dhe lufta që po bëj dhe në një takim që kam pas me intelektualët ka qenë kjo, që ne duhet gjejmë një formë që partitë politike të mos trajtohen si prona.
Pra do vi momenti që për shkak të problemeve që ka Shqipëria, kështu shikojeni çdo kryetar partie, nëse merr një parti qoftë edhe parti të vogël është i përjetshëm. Pa duket sikur është prona vet. Pra si rregull duhet që të organizojë një po themi komisioni qendror i zgjedhjeve. Antarët e partisë duhet të jenë të regjistruar, sepse partitë mbahen nga antarësia dhe financohen nga buxheti i shtetit, pra financohen nga taksat e qytetarëve. Parat, koha televizive, koha fushate, mënyra se si organizohen zgjedhjet duhet të bërë nga një institucion i cili është i pavarur nga partitë, po pavarësisht këtyre problematikave. Për shkak se unë kam pasur mbështetje të madhe në takimet që kam bërë nëpër qytete nga strukturat e partisë, pra në nivelin po themi 80-90% e strukturave drejtuese aktuale të partisë nëpër degët e partisë në qytete, unë prapë kam po themi kam ndërmarrë këtë sfidë duke ditur këto problematika, po edhe me këto problematika, edhe se kontrollon listën e antarëve, duke bërë përjashtime, edhe se kontrollon po themi dhe shfrytëzon financimin e partisë për të paguar njerëzit në parti për t'i nxjerrë po themi në kundërshtul ndaj meje etj. Unë prapë them që shiko, ky është një hap që duhet dikush ta bëj, sepse nëse nuk sfidohet po themi leadershipi apo rregullat që janë të vendosur, është e pamundur që të ketë ndryshim. Që po, me gjithë këto problemet që qëndrojnë, mendon se unë mendoj që po. Sepse s'pari shoqëria ka nevojë për ndryshim. Shoqëria vetë ka ndryshuar dhe e ka po themi paraprir apo e ka tejkaluar leadershipin e sotëm të Partisë Demokratike, pra shumë më e avancuar. Vetë antarësia e Partisë Demokratike është e pakënaqur nga drejtimi dhe nga humbjet e një pasqyrshme. U bën 14 vite thuajse që Partia Demokratike rrin pushtetet, gjon një gjë që Edi Rama s'mundet me vot. Deri 2033-shin thetim. Ose dëgjon këtë gjë se ka paradokse. Edi Rama nuk mundet, zgjedhja me Edi Rama nuk ka thot Berisha, po për 4 vite me radhë, por kur vin zgjedhjet e tyre me Ramën, në mund të Rama pasinë mund të Rama pastaj fillojnë çajin që bo ky na mundi, vazhdon një cikël i cili përsërit vetveten, po nuk i shërben fare shoqërisë. Cila është arsyeja që Rama e mund Berishën? Shiko, ka shumë arsye, pra për të qenë po themi i vërtet në atë që përtej po themi kësaj garës është që këtu jemi në një gjysmë autokraci, pra Rama e kontrollon gjithçka. Pra kontrollon gjithë institucionet, të gjitha i nështrojnë vullnetit të tij, ka burime financiare, përdor gjithë shtetin e ka shkrirë një me partinë. Po përtej këtyre në vite Rama ka treguar një lloj po themi mënyrë tjetër të bërit politik në 2013 dhe ka mundur kur ka qenë në pushtet zoti Berisha. Dhe kjo tregon diçka. Duhet një mënyrë tjetër për ta sfiduar Edi Ramën, pra nuk sfidohet me të njëjtat mënyra dhe të përsërisësh të njëjtën gjë dhe të presësh rezultat ndryshe. Kjo tregon pasaj çfarë alternative do sillet ti, çfarë do bëjë ndryshe? Që s'pari njëherë do ta hapja partin. Do riktheja meritokracinë tek promovimi i njerëzve. Së dyti do hapja drejt shoqërisë. Po ta shikoni si ju e shikoni se po bëni një gjë të re dhe keni sukses me pak ditë. Qytetarët dhe shoqëria po themi është e uritur për elemente të rinj, për gjëra të reja, për të parë po themi ndryshim. Dhe marrja e njerëzve që janë të certifikuar nga shoqëria, personaliteteve që i ka certifikuar po themi në profesionet e tyre, grupi i tyre profesional apo shoqëria në raste të tjera do t'i jepnin tjetër po themi dimension. Pjesa tjetër është narrativa. Partia Demokratike ka një narrativ të vjetëruar. Rama, ky kriminal, ky bandit, ky utmerru. Njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë si do të zgjidh Partia Demokratike që çmimi i naftës mos jetë po pra, çfarë do prodhojnë vetvete Partia Demokratike? Si do rritin pagat, si do ulen çmimet etj. Pa duan të shkosh tek qytetarët, të shkosh tek shqetësimet e qytetarëve, jo tek shqetësimet e po themi të forcës politike në vetvete. Dhe element tjetër që është i rëndësishëm që unë do ta them gjatë gjithë kohës derisa të arrim është që duhet të hapen listat, pra duhet të ndryshojë sistemi zgjedhor. Deputetët sot i zgjedhin kryetarët e partive, ndërkohë që duhet një sistem me lista të hapura ku qytetarit të përzgjedh atë që mendon që është më i vlefshëm për ta kthyer politikanin në shërbim të qytetarit dhe jo në shërbim të kryetarit të partisë. Kështu që ka një sër po themi si të thyet që janë ndryshe. Thyet sepse
unë vetë në zonat që kam mbuluar e kam mundur Edi Ramën. Pra në Korçë unë kam fituar për ballti, në zonën elektorale që kam pasur 2021. Kam qenë drejtues politik avaj në vitin 2023, e kemi mundur. Në zgjedhjet e 11 majit tani ka pasur, po themi, disa zona elektorale që kanë fituar. Pra ne mund të marrim modelin atyre duke pasur përfaqësues të pakonsumuar, duke pasur kandidat të dur për ta mundur Edi Ramën. Ke thënë që nuk e në plan për parti të re. Kush është plani në rast se nuk mundesh të kandidosh? Shko, unë do vazhdoj, do ta bëj betejën derisa të ndryshojë Partia Demokratike, sepse Partia Demokratike për shkak të po themi viteve, për shkak të siglës, për shkak të historikut që ka, është edhe vetmja parti që mund të bëjë dhe mund të sjellë rotacionin në mënyrë të shpejtë. Një parti e re do të donte kohë të gjatë dhe do ta shtynte po themi ciklin politik në Shqipëri. Kështu që përpjekjet do të jenë për të ndryshuar edhe për të bërë ndryshe Partinë Demokratike. Po çfarë ndodh nëse nuk mundesh të kandidosh? Pavarësisht se ju do pres, do pres. Shiko, politika është, po themi, nuk është me njak të vetëm, pra nuk është si boks që i re njëra dhe mbaroj ndeshja. Politika është betejë e vazhdueshme për ndryshim dhe unë do ta vazhdoj. Por shikoni çka ka ndodhur për shembull ditët e fundit. Ndërkohë që ne kërkojmë ndryshim, kërkojmë të përballen me, po themi, idetë tona dhe alternativat tona me idetë nëse kanë zoti Berisha. Ai përjashton njerëz. Pra ndodhi që në Durrës kryetari i grupit këshilltarëve të Partisë Demokratike që është mbështetësi i mëdhenj dhe sekretari i Degës që është po ashtu antar i Këshillit Bashkiak i përjashtuan për shkak të mendimit, po ndërkohë thanë që këta votojnë për Partinë Socialiste, një mashtrim me bisht. Ndërkohë që më dërgonte qytetarët di edhe videon edhe foton e votimit në Bashkinë Kandës. Po. Për shembull, votonin këshilltarët e Partisë Demokratike, votonin njësoj si këshilltarët e Partisë Socialiste për propozimin që kishte bërë aty, duket se ka rakip ky kryetari i Bashkisë i Partisë Socialiste për të votuar rritjen e çmimit të biletës urbanëve. Dhe Partia Demokratike jo vetëm që nuk reagon për të marrë masa, po themi, për këta që votojnë kundër interesave të qytetarëve, por edhe bashkojnë votat me Partinë Socialiste, po për shkak se aty është një, ku diun, më duket një shpresë ale, që ka lidhje me Partinë Demokratike, zoti Berisha del edhe mbron publikisht, pas se ka ndruar flotën e autobusëve, i pambron vendimarrjen e Partisë Socialiste, kur ka interes që nuk dihet çfarë interesi ka. Ndërkohë që në rastin e njerëzve që mendojnë që Partia Demokratike duhet bëhet fituese, duke ndryshuar veten e vet, merr masa sikur ta ketë pronë vetën. Dhe ky është problemi që është shoqëri. Dhe unë në politikë e para është në jetë në fakt e para është fjala, po edhe në politikë është fjala, janë organizimet, është A mendon se kemë shumë popularitet brenda elektoratit të djathtë se sa vet Berisha? Do të thënë nëse do t'ju vendosnin në një garë elektronike, voto po jo, po është Berisha, jo është Saliani. Kush do merrte më shumë? Shikoj, unë nuk deliroj përgjithësi dhe jam, po themi, realist, po nuk mund ta them dot këtë. Por di të them këtë tjetrën, që vota është ajo që e përcakton. Dhe të votojmë dhe ta shikojmë. Po çka ka Berisha? Ka frikë se ai një gjë unë di ta them me siguri që populariteti në shoqëri, se populariteti është një term që nëse hyjmë në mënyrë, po themi, po e quajmë shkencore, aty ku bëhen sondazhe, ka popularitet pozitiv, ka popularitet negativ. Pra mund të njihesh, po njihesh për çfarë. Pra sondazhet kur bëhen pyetet për popularitetin pozitiv, pra sa njerëz të pëlqejnë, dhe popularitet negativ që është që sa njerëz nuk të pëlqejnë. Qartë. Dhe pjesa tjetër sa njerëz nuk të njohin. Pra kjo është në përgjithësi janë tre elementet që përbëjnë sondazhin. Nëse populariteti negativ i një politikani e tejkalon popularitetin apo pëlqyeshmërinë që është pozitivja, atëherë ka shumë të vështirë që jo shumë të vështirë, por ka thuajse të pamundur që të fitojë. Logjika është është më e kollaj për të bërë ndryshimin nëse po themi je i panjohur apo nuk kanë qëndrim, sepse do të thotë që mund të punosh, sesa kur e ke popularitetin negativ shumë të lartë. E drejtë, por logjika është që sistemi zgjedhor brenda partisë duhet të bëjë që antarët e partisë, të cilët janë ato që votojnë për kryetarin, të rezonojë dhe të jetë në të njëjtën valë edhe me
me personat të cilët nuk janë antarë të partisë, sepse në fund ditës antarët e partisë po zgjedhin një alternativë që mendojnë se kjo është alternativa që do dalin në zgjedhje ndërkohë që do zgjidhet edhe elektorati. Që do ta zgjedhin edhe njerëz të cilët pra dhe ky është si thua paradoksi, që antarët, siç thash dhe në fillim, antarët e Partisë Demokratike sistemi është ndërtuar në atë lloj mënyre që pëlqejnë si thua liderin, ndërkohë që kjo është nuk të ndryshosh sistemin e ka në dorë. Shiko, nuk e dim plotësisht, po Spari, unë jam një brez tjetër jo vetëm për shkak të moshës, po dhe të mundësisë, edhe dua të avancoj edhe ata që mbështesin kryesisht janë të rinj dhe janë jo pak. Do të avancojmë një mënyrë tjetër të bërit politik. Pra demokracia ka votën, po ka edhe rregullat. Okay. Pra statuti i Partisë Demokratike përcakton që nëse zgjedhet nuk rikandidon. Pra që këtu nëse do të ishim demokraci është mbyllur historia. Pjesa tjetër është kjo. Juridike. Ne i kërkojmë ne si Parti Demokratike i kërkojmë qeverisë dhe Edi Ramës të bëjë zgjedhje lira dhe të ndershme. Po tani nëse ne nuk organizojmë vetë zgjedhje të lira dhe të ndershme brenda partisë, atëherë shoqëria thotë që po këta që nga njësoj. Dhe këtu merr kosto, se mund të marrësh, mund të ndërmarrësh veprime politik, po përfundon keq. Se të njëjtën gjë bënte edhe ish kryetari i partisë, po përfundoi nuk mori dot vota. Kështu që unë besoj që do vi momenti që ka ardhur momenti që edhe antarët e partisë në fund të priren drejt sukseset. Pra kush të sjell në pushtet, kush e bën Partinë Demokratike fituese. Ka deputet në grupin parlamentar që janë mbështetës të lëvizjes. Ka shumë. Themi? Ne kemi zgjedhur një mënyrë që deputetët edhe drejtuesit e partisë për shkak se kanë përfaqësim të mos jenë në përdakime dhe kanë promovuar njerëz të rinj dhe kanë dalë njerëz që janë pa përfaqësim, po nuk është ky momenti për të bërë një garë, po themi kush ka më shumë deputet që të themun ky është me këtë është me ideja është sepse në fillim që është bërë ka qenë strategji e tij dhe edhe në rastin kur janë organizuar apo kur kanë qenë pjesë e organizimit deputetët nuk kanë qenë nëpër salla për të shmangur këtë elementin që ishte ky këtu, po pse si ishte ai atje se shmanget pastaj fokusi komplet. Okej. Ora pse s'vetet e PS-ja aty tek edhe më të jo, nuk shkoj tek çfarë problemi ka? Janë ca veta që edhe nuk i ka dalë keq, apo jo Rut? Po prap. Absolutisht. Çfarë problemi do kishte? Domethënë nëse të refuzon partia që ti ke investuar gjithë ato vite dhe që mundohesh të kontribuosh, pse mos shkosh në një parti tjetër që mund të vlerësojë më shumë? Unë mendoj që Partia Socialiste drejtuar nga Edi Rama është problemi i Shqipërisë. Pra, ai ka shkatruar demokracinë, ka rritur nivelin e korrupsionit nëpër masa të jashtëzakonshme, e ka pamundsuar jetesën e qytetarëve këtu duke larguar thuajse 1 milion shqiptar, ka ndërtuar marrëdhënie klienteliste me njerëzit edhe me shoqërinë, kështu që ai që është problemi nuk mund të jetë zgjidhja. Pra Edi Rama duhet largohet, po që të largohet Edi Rama ne duhet të jemi më të mirë. Pra ne Partia Demokratike. Flas ose nëse ka shoqëria forma të tjera për të dalë patjetër, po në këtë moment Partia Demokratike është shpresa për rotacion, kështu që unë asgjë mendoj, edhe për shkak kontributit që kam në këtë forcë politike, por edhe për shkak të qëndrimeve që kam ndaj qeverisjes së Edi Ramës, është e paimagjinueshme dhe nuk mund ndodh. Absolutisht. Ç'a doje ti, për çfarë pyetje ti? Për biletat e autobusit. Çfarë është më bëj përmendi pak, mua bëj biletat, po. Kjo është një e thash pak më përpara, e thash në mënyrë të dështorë për treguar që kur bëhet fjalë për interesat të po themi individëve apo bizneseve apo njerëzve të lidhur me të dy partitë politike, bien ndarjet ideologjike apo ndarjet partijake. Nëse është i lidhur me Partinë Demokratike që të thuhet unë nuk e di është i lidhur, unë di të them këtë që është interesi publik. Interesi publik është që opozita të rezistoj kur bëhet fjalë për rritjen e çmimit dhe për rritjen e kostos jetesës së qytetarëve dhe nuk mund mbroj vendimet e Partisë Socialiste dhe të votoj vendimet e Partisë Socialiste për interesa të vogla. Se ka disa raste që janë kështu problematike. Pra, bëhet protest në rjoll, Partia Demokratike nuk është. Këshilltarët e Partisë Demokratike jo, deputetët e Partisë Demokratike jo.
Ndodh që porti Durrësit është bërë fije dhe bëhet fjalë për afera që mund të shkojnë 5-6 miliardë euro. Nuk flitet. Ndodh që bëhet porti i ri në Porto Romano dhe anullohet vjen një kompani tjetër, nuk flitet. Pra kur qytetarët nuk të dëgjojnë që të flasësh për tema që janë shumë sensitive, porti Durrësit ka mira vite aty. Po merret, po hiqet për interesa, po themi, korruptive. Po çohet Porto Romano dhe porti aty i është dhënë njerëzve i është dhënë, domethënë i është dhënë labarit me letra, po ndërkohë janë shqiptar këta që janë pas këtij. Pra këto janë probleme që qytetarët i shikojnë, i ndjejnë edhe zhgënjejnë nga politika, se problemi që ka opozita është kjo. Nëse nuk ka epërsi morale dhe nuk ka forcë për të krijuar epërsinë morale, njerëzit minimalisht demotivohen, pra bëhen pak kënaqur me qeverinë, bëhen pak kënaqur me opozitën edhe nuk dalin të votojnë. Dhe ky është për herë avantazhi i atij që është qeverisë, ai mobilizon më shumë njerëz për shkak të pushtetit, shtetit dhe kështu me radhë. Okej. Shiko, për ta bërë pak më konkrete, e fundit sepse edhe koha është në finish. Çfarë do sillje ti, nëse ti do ishe kreu i Partisë Demokratike, çfarë do sillje ti konkretisht ndryshe për qytetarët shqiptar që të votojnë Salianin? Çfarë sjell? As pari mënyrën e të bërit politik ndryshe. Pra, reagim për shqetësimet e qytetarëve, denoncim pa kompromis ndaj gjithë këtyre fenomeneve që thash, jo politik klienteliste, jo opozit selektive. Nuk ka, po themi, në një njeri që apo në një strukturë që mua mund të më pengoj për të denoncuar të gjithë me emra me mbiemra. Nuk ka asnjë, po themi, pengesë që unë të ndërtoj alternativën, siç e thash, për gjëra konkrete. Pra Partia Demokratike, leadershipi aktual do ta mbaj si pronë partinë dhe nuk bën propozim që deputetët zgjidhen nga qytetarët. Unë do propozoja hapjen e listës së deputetëve dhe votën e tyre nga qytetarët. Do propozoja një reformë tjetër administrative territoriale, do kisha një qasje tjetër në raport me SPAK-un edhe me drejtësinë. Do krijoja mundësinë që të paktën 25% e listës së kandidatëve për deputet apo për kryetar bashkie të vinte nga njerëzit që shkëlqejnë në shoqëri, nga media, nga bota akademike, nga shoqëria civile, por t'i dhënë një tjetër dimension. Pra do ishte, po themi, partia politike do i ngjësonte jetës me gjallim të debatit, të ideve, të njerëzve, të riktheja meritokracinë. Pra jo kush më ka shok mua, apo kush ka në një lidhje familjare. Jo, se ne kemi mirë tani me ty, pse mos të përfitojmë diçka. Do ishte deputet. Po mirë, unë jap mundsinë, jo pse duhet ta vënë. Po aq po duam dhe ne mundsinë. Kjo mungon në fakt. Do ta eliminosh Berishën që nuk të jepet. Nuk është qëllimi për të eliminuar, unë mendoj që eliminosh nga ai duhet janë qarkullu këto lajme kështu me vrasje këto kohë. Kështu që prandaj jam i kujdesshëm. Jo, eliminosh në këtë fazë, kështu që deklarata frike. Unë mendoj që Zoti Berisha duhet të jetë në Partinë Demokratike, por jo si është i pamjaftueshëm si drejtues e saj. Pra duhet të jetë si simbol, si njëri që ka kontribuar në Partinë Demokratike, por edhe mosha. Duhet të hapi, po themi, duhet të japi mundësinë që të ketë një drejtim tjetër që të mundi me Diramën. Okej, të falenderojmë. Ervin, të urojmë shumë suksese. Ne urojmë suksese në gjithçka do dhe bën, dhe pse jo, kur vim pushtet Mateo atë dorë një leje ndërtimi. Një leje ndërtimi. Unë besoj që ore ke ndryshuar ti dikur do e po shoferë. Unë besoj që një parti nuk ecim. Një parti politike që është në pushtet duhet të japi mundësi. Ju i bëni shumë mirë këtë punë që bëni dhe nuk të ndalohet mundësia për të konkuruar për gjithë të tjerat. Po lej nuk ta jep punë, nuk ta jap punë, ta jep ligji, se edhe kjo që po ti e ligji vllai, ti e ligji. Aplikohet edhe si. Po ti e ligji. Ervin, falenderojmë shumë që ishe këtu. I falenderojmë të gjithë juve që na ndiqni. Mos harroni, Electromagic sjell në Shqipëri markat që bota i besojnë për vitesh, Miele, Teka, KitchenAid, The Hagen, elegancë dhe performancë pa kompromis, sepse jeta e bukur fillon nga zgjedhjet që bëjmë brenda shtëpisë. Electromagic, përjeto eksperiencën. Sigurisht duhet të falenderojmë dhe të gjithë ata që na ndjekin nga ora 7 deri në orën 9 çdo mëngjes. T'ju ftojmë që të ndiqni në rrjetet sociale X-Media, ne jeni lehtësisht në çdo platformë, Instagram, Facebook, TikTok dhe sigurisht në YouTube. Edhe në X-Radio 107.7. Yes. Ne do rikthehemi ditën e nesërme në orën 7. Ju falenderojmë.
Miru pafshim. Mirupafshim.